Një dhuratë që vinte nga zemra. Ishte një mëngjes i ngrohtë pranvere dhe qyteti dukej më i gjallë se kurrë. Rrezet e diellit hynin lehtë nga dritarja e dhomës së Benitës, e cila ishte zgjuar herët atë ditë me një ndjenjë të veçantë në zemër. Nuk ishte një ditë e zakonshme. Ishte dita e ditëlindjes së Elionës, shoqes së saj më të mirë, personit që kishte qenë pranë saj në çdo moment të rëndësishëm të jetës. Benita kishte menduar për ditë të tëra se çfarë dhurate mund t'i bënte Elionës. Ajo nuk donte diçka të zakonshme apo formale, por diçka që të kishte kuptim, diçka që të tregonte sa shumë e njihte dhe sa shumë e vlerësonte. Eliona ishte një vajzë e ëmbël, e thjeshtë, por me një shije shumë të veçantë për veshjen. Ajo e donte elegancën, ngjyrat e buta dhe fustanet që e bënin të ndihej e bukur dhe e sigurt në vetvete. Pas shumë mendimesh, Benita kishte vendosur, do t'i blinte një fustan të bukur. Jo thjesht një fustan, por një fustan që ajo ishte e sigurt se Eliona do ta pëlqente. Ditë më parë kishte shkuar në disa dyqane, kishte parë modele të ndryshme, kishte prekur copën, kishte menduar se si do të dukej Eliona me secilin prej tyre. Më në fund e kishte gjetur atë që kërkonte, një fustan elegant me një ngjyrë të butë, të qepur me shumë finesë, që dukej sikur ishte bërë enkas për Elionën. Benita e mbështolli fustanin me kujdes, e vendosi në një kuti të bukur dhe i shtoi një kartolinë të vogël ku kishte shkruar disa fjalë nga zemra. Ajo buzëqeshi, sepse e dinte që kjo dhuratë nuk ishte vetëm një veshje, por një shenjë dashurie, miqësie dhe mirënjohjeje. Kur erdhi momenti i festës, Eliona ishte e rrethuar nga familja dhe miqtë e saj. Atmosfera ishte e ngrohtë, plot të qeshura dhe urime. Kur Benita ju afrua me dhuratën në duar, Eliona e përqafoi fort, pa e ditur ende se çfarë e priste. Gëzuar ditëlindjen, Eliona, i tha Benita me zë të butë. E di që ky fustan do të pëlqejë. Eliona hapi kutinë me kureshtje dhe, sapo pa fustanin, syt i shkëlqyen. Ajo e mo. Ri në duar, e pa me kujdes dhe buzëqeshi me gjithë zemër. Ishte pikërisht stili që ajo adhuronte. Faleminderit, tha Eliona me emocion. Je shumë e mirë, Benita. Më ke bërë shumë të lumtur. Në atë moment, Benita ndjeu një gëzim të veçantë. Ajo e kuptoi se dhurata më e bukur nuk ishte fustani vet, por lumturia që kishte sjell. Miqësia e tyre u duk edhe më e fortë atë ditë, sepse ishte ndërtuar mbi sinqeritet, kujdes dhe dashuri të vërtetë. Dita vazhdoi me biseda, kujtime dhe të qeshura, por ajo dhuratë mbeti një kujtim i paharrueshëm për të dyja. Ishte një simbol i një miqësie të bukur, që nuk matet me vlerën e dhuratave, por me ndjenjat që fshihen pas tyre. Klodi nuk e di nga t'ja filloj, sepse prej 2 muajsh çdo fjalë që kam brenda më rëndon sigur. 2 muaj ditë jam zgjuar dhe kam fjetur me të njëjtën ndjenjë, pa drejtësi. 2 muaj jam akuzuar pa u dëgjuar, pa u pyetur, pa u kuptuar. Dhe sot nuk dua të mbaj më asgjë brenda. Prej 2 muajsh po thuhet se unë vi mbrapa teje. Prej 2 muajsh po më vihet një emër që nuk është imi. Prej 2 muajsh po më shikohet çdo hap, çdo fjalë, çdo frymëmarrje, sikur unë të kisha bërë diçka të gabuar. Labi thot se unë të shkoj mbrapa, se unë të ngacmoj, se ti nuk ke dëshirë. Dhe kjo më dhem më shumë se sa mund ta shpjegoj. Më dhem sepse askush nuk më pyeti kurrë, Eliona, si ndihesh ti? Askush nuk më pyeti nëse kjo është e vërtetë. U gjykova pa gjyq, u dënova pa faj. Unë nuk jam ajo që po përpiqen të bëjnë të dukem. Nuk jam vajza që vrapon pas dikujt që nuk e do. Nuk jam vajza që ngacmon, që imponohet, që nuk njeh kufi. Jam thjesht një njeri që flet, që rri, që ekziston. Dhe sot, edhe ekzistenca ime po shihet si problem. Klodi, dua ta dish diçka shumë të qartë. Nëse ti do të më kishe thënë qoftë edhe një herë që nuk ndihesh rehat, unë do të isha tërhequr me një herë. Sepse unë e respektoj fjalën, hapësirën dhe ndjenjat e tjetrit. Nuk jam këtu për t'u imponuar askujt. Nuk kam qenë kurrë. Por askush nuk më la ta them këtë. Fjala ime u mbyt nga zërat e të tjerëve. Nga thashethemet. Nga interpretimet. Nga njerëz që flasin për mua pa qenë unë aty. 2 muaj duke u ndjerë sikur jam në faj për diçka që nuk e kam bërë. 2 muaj duke ndjerë sikur duhet të justifikohem për çdo gjë. Edhe për një përshëndetje. Edhe për një shikim. Edhe për një fjalë normale. Dhe kjo lodh. Shumë lodh. Nuk është e lehtë të dëgjosh që dikush thot,
ti e ngacmon, kur ti e di që nuk është e vërtetë. Nuk është e lehtë të ndihesh sikur je problem, kur gjithçka që ke bërë është të sillesh si njeri. Unë nuk dua dramë. Nuk dua përplasje. Nuk dua të jem temë bisede. Dua vetëm drejtësi. Dua vetëm të vërtetën time që dëgjohet. Dua që të mos flitet për mua sikur të mos isha aty. Sepse edhe unë kam ndjenja. Edhe unë kam kufi. Edhe unë lëndohem. Klodi, nëse ti nuk ke dëshirë për asgjë më shumë se sa respekt dhe distancë, kjo është plotësisht në rregull. Por kjo duhet të thuhet drejt, jo të kthehet në akuza kundër meje. Sepse heshtja jote u përdor si armë ndaj meje. Dhe kjo nuk është e drejtë. Unë nuk jam armiku yt. Nuk jam kërcënim. Nuk jam histori për t'u shtrembëruar. Jam thjesht Eliona. Një vajzë që u lodh duke u mbrojtur nga diçka që nuk e bëri. Dhe sot, pas 2 muajsh, nuk po flas për të sulmuar askën. Po flas për të mos u humbur vetë. Po flas sepse heshtja më ka bërë më shumë dëm se sa fjalët. Dua që kjo të mbaroj këtu. Pa akuza. Pa interpretime. Pa emra që nuk më përkasin. Vetëm me respekt dhe qartësi. Sepse unë e di kush jam. Dhe nuk do ta lejoj më askën të më vizatojë ndryshe. Në dhomën e rrëfimit koha nuk matet me orë. Aty koha matet me frymëmarrje të rënda, me lot që bien pa zhurmë, me heshtje që flasin më shumë se fjalët. Kur hyj aty, nuk jam vetëm unë. Jam unë dhe gjithë ajo që kam humbur. Jam unë dhe motra ime. Edhe pse nuk shihet, ajo është gjithmonë aty. Kam frikë nga e ardhmja, sepse për mua e ardhmja ka një numër që më trem, 19. Nuk është thjesht një moshë. Është një plagë e hapur. Është dita që jeta vendosi të ma marrë motrën dhe të më lërë mua këtu, duke më pyetur çdo ditë pse. Pse ajo? Pse kaq herët? Pse kaq padrejtësisht? Nuk dua t'i mbush 19 vjeç. Sepse motra ime nuk i mbushi kurrë. Ajo mbeti përgjithmonë aty, e re, e papërfunduar, si një fjali që nuk mbaron kurrë me pikë. Dhe unë kam frikë të vazhdoj fjalin time, sikur po e tradhtoj atë duke jetuar më gjatë se ajo. Kan kaluar 5 vjet që kur ajo u largua. 5 vjet që nga dita kur zemra ime u thye në mënyrë që askush nuk e pa, por unë e ndjeva çdo sekond. Që atë ditë, asgjë nuk ishte më e njëjtë. Edhe gëzimet nuk erdhen më të pastra. Edhe buzëqeshjet kishin diçka të rreme. Sepse çdo herë që qesh, një zë i vogël brenda meje më thot, po ajo pse nuk qesh më? Motra ime ishte më shumë se motër. Ishte shtëpi. Ishte mbrojtje. Ishte një pjesë e imja që u shkput pa më pyetur. Dhe kur ajo iku, mori me vete një copë të shpirtit tim. Që atëherë, unë jetoj e paplodh. Marr frym, ec, flas, por diçka mungon gjithmonë. Ajo nuk më la kujtime të bukura që të më ngushëllojnë. Më la kujtime që dhembin. Zëra që i dëgjoj në kokë. Momente që më vijnë papritur, në mes të ditës, në mes të natës. Më la lot që dalin pa paralajmërim. Më la dhimbje që nuk di ku ta vendos. Ka ditë që zgjohem dhe për një sekond harroj që ajo ka vdekur. Për një sekond mendoj se do ta shoh, se do të flasim, se gjithçka ishte vetëm një ëndër e keqe. Dhe pastaj realiteti më godet fort. Çdo ditë nga e para. Është një vdekje që ndodh çdo mëngjes. Në dhomën e rrëfimit unë flas edhe për fajin. Sepse po, ndje. Hem fajtore. Fajtore që jam ende këtu. Fajtore që po rritem. Fajtore që ditëlindjet e mia vazhdojnë, ndërsa të sajat u ndalen përgjithmonë. Fajtore që marr frym patë. Dhe askush nuk më mësoi si të jetoj me këtë faj. Njerëzit më thonë, duhet të jesh e fortë. Por nuk e din sa e lodhshme është të jesh e fortë çdo ditë. Nuk e din sa e rëndë është bara që mbaj brenda. Nuk e din sa herë jam thyer në heshtje, sa herë kam qarë pa zë që të mos shqetësoj askën. Frika ime nga mosha 19 nuk është frikë nga vdekja. Është frikë nga dhimbja që mund të hapet sërish. Është frikë se mos historia përsëritet. Është frikë se mos edhe unë bëhem një kujtim për dikë tjetër. Dhe kjo frikë më ndjek si hije. 5 vjet pa motrën time më mësuan se dhimbja nuk ikën. Ajo vetëm ndryshon formë.
Herë është e fortë, herë e heshtur. Herë më mbyt, herë më lë të marr frym. Por gjithmonë është aty. Si një shenjë që nuk fshihet. Në dhomën e rrëfimit unë i flas edhe asaj. I them sa më mungon. I them sa shumë kam.